Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do të flasim mbi gurët në tëmth, mënyrat si ata krijohen, llojet e tyre dhe si ne të mbrohemi nga shqetësimet që ata mund të sjellim dhe të ndihmojmë organizmin që duke përmirësuar cilësinë e jetës tonë dhe sigurisht duke përmendur disa bimë që na ndihmojnë në mbajtjen e mëlçisë sa më të pastër dhe të shëndetshme, të ndihmojmë edhe në shkrirjen e gurëve të tëmthit nëse ato ndodhen në brendësitë e tij. Gurët në tëmth janë formacione që krijohen brenda tëmthit dhe njerëzit shumë herë nuk e dinë që ata kanë gurë në tëmth. Ata në përgjithësi zbulohen rastësisht pas ndonjë dhimbjeje të fortë shpërthyese në pjesën e djathtë poshtë brinjve të buta ose pas një ekografie që njerëzit mund ta bëjnë për ndonjë shqetësim tjetër dhe dalin që ata kanë edhe gurë në tëmth. Pra, nëse do të vëmë re tëmthin si një dardhë të kthyer përmbys dhe që ka ai bishti i dardhës, si të thuash, lidhet me atë pjesën e atij kolektorit shkarkues të tëmthit dhe që bashkohen bashkarisht me atë tubin që shkarkon sekrecionet e pankreasit afër duodenit, kjo ka lidhje me çfarë kriprash biliare tëmthi derdh në koledokun dhe çfarë kriprash mund të na mbeten aty së bashku me bilën, të cilat më mbrapa mundet të krijojnë premisa për krijimin e llumit biliar ose të guriçkave të vogla ose kur ato bashkohen krijojnë këto formacionet e mëdha. Në varësi nga origjina se si ato janë formuar, gurët mund të jenë me një ngjyrë të verdhë, kur ato formohen nga një sasi e madhe yndyre në qesen e tëmthit dhe kur cilësia e bilës nuk është e fortë që kjo ta shkrijë këtë kolesterol të akumuluar brenda tëmthit. Ose mund të jenë të errët kur ata krijohen nga prania e një bile, një sasie të madhe bile në qesen e tëmthit dhe kur këto qëndrojnë për një kohë të gjatë, ato kanë vetinë që të krijojnë llum biliar por me një ngjyrë të errësuar. Ose kur është, si thua, një përzierje midis kolesterolit të lartë dhe bilës së lartë që mund të ndodhen, atëherë krijohen gurë me ngjyra të errët dhe të verdhë njëkohësisht. Pra, duke ditur edhe llojet e gurëve, duke ditur që çfarë janë, atëherë le të themi çfarë simptomash mund të kemi neve që të dyshojmë nëse kemi një gurë në tëmth apo jo. Simptomat më kryesore janë këto: fryrje të shpeshta të barkut, vështirësi në tretje dhe njashqitje dhe shpesh herë gromësima të shoqëruara me një urth të fortë në pjesën e fytit. Dhimbje të forta në anën e djathtë poshtë brinjve dhe nganjëherë kjo dhimbja mund të na kalojë nga pjesa këtu ku në kam vendosur dorën dhe sikur më formohet një pikë në shpatull. Kjo dhimbje mund të shtohet sidomos kur ne ham gjellë me shumë yndyrë, pra me një yndyrë më shumë se 3-5% e normës. Nëse ne këto sinjale do t'i lëmë dhe nuk do t'ju kushtojmë rëndësi, atëherë kjo situatë mund të përparojë, mund të agravojë më tutje dhe mund të na japi një temperaturë, ethe, zverdhje të lëkurës dhe të syve, pra kemi një situatë më të përshkallëzuar, më të përkeqësuar, dhimbjet vinë edhe sa po bëhen më të forta, kemi rrahje të forta dhe të shpeshta të zemrës dhe vëmë re një urinë me ngjyrë të errët dhe jashtëqitje të zbardhura. Pra, nëse kemi parafërsisht këto simptoma që unë përmenda, ju pa diskutim duhet të shkoni të kontaktoni me një mjek për të bërë së pari një ekografi. Po cilët janë shkaktarët e vërtet që këto gurë krijohen në tëmth? Së pari, kolesteroli i lartë, kur bila ka më shumë kolesterol se sa kripra biliare që e shpërbëjnë atë. Formohen këto kristalet me ngjyrë të verdhë, të lehtë deri në të verdhë të errët. Teprica biliare, kur bila ka më shumë rruaza të kuqe të shkatëruara të gjakut se sa kolesterol dhe kur kriprat biliare janë të pakta në sasi, mund të formohen gurë në tëmth me ngjyrë të errët. Kur zbrazja e fshikëzës së tëmthit bëhet jo e plot, po shumë e pjesshme, ndoshta nga ndonjë inflamacion
ose ndoshta nga ngushtimi i atij kanalit biliar mund që bashkarisht yndyra e tepërt, bila e tepërt të bëhet shkas për formimin e ndonjë guri miks. Mbi pesha gjithmonë ndihmon në prodhimin e kolesterolit, në rritjen e kolesterolit në gjak dhe po kështu edhe në tëmth dhe bëhet shkaktar për formimin e gurëve në tëmth. Njerëzit nganjëherë vën një objektiv që të varfërojnë dietat e tyre në fibra, ndoshta për të dobësuar ose për të ruajtur linjat e tyre. Por, në krahun tjetër, ata mund të konsumojnë për shembull produkte që kanë yndyrë të lartë dhe të maskuar, pra në këto produktet e mishit por të grira, ose karbohidrate të përpunuara, pra një ulje e përqindjes së produkteve me proteina dhe rritja e produkteve që kanë karbohidrate të shumta dhe yndyrna të larta bëhen shkas për formimin e gurëve në tëmth. Njëkohësisht, humbja e shpejtë e peshës trupore mund të bëhet shkas për krijimin e gurëve në tëmth. Gjatë rënies në peshë, trupi çliron kolesterol të tepërt që përfundon në tëmth dhe kjo mund të bëhet shkas për formimin e atij llumit biliar. Kjo tepric mund të formojë gjithmonë gurë me ngjyrë afërsisht të verdhë. Faktorët gjenetik, ndonjë histori familjare, po kryesisht për femrat, mundet të bëhet shkas për formimin e gurëve në tëmth. Gjithashtu, shtatzania. Gjatë shtatzanisë ne vëmë re se niveli i lartë i hormoneve estrogen dhe progesteron ngadalëson pak rrahjen e tëmthit, atë zbrazjen e tëmthit dhe kjo mund të bëhet një shkaktar që të na formohen ato kristalet e para të atyre formacioneve ose të na formohet ai llumi në tëmth. Në gjithë këtë histori që unë përmenda, shumë të predispozuara janë femrat, ndoshta kjo lidhet edhe me gjinin riprodhuese dhe atë që ne përmendëm më lart, pra me luhatjen e atyre hormoneve femërore. Infeksionet e rrugëve biliare ose infeksioni i fshikëzës së tëmthit mundet që të bëhet shkas për krijimin e llumit biliar dhe do të keni parasysh që sa herë në eko të vëmë re që të thuhet paretet e tëmthit janë me mure të trashura, ju do ta përktheni atë që tëmthi juaj ka një inflamacion në brendësi të tij. Çfarë ekzaminimesh mund të kryhen? Së pari, sa të kuptojmë një nga këto sinjale që unë përmenda më sipër, qoftë një urinë e turbullt, qoftë një feçe me ngjyrë të zbardhur, një gojë e thatë ose e hidhur, një fryrje zorësh, një dhimbje në krahun e djathtë, është e mira të bëhet një eko abdominale në mënyrë që ne të shikojmë se çfarë po ndodh në veçanti me mëlçinë dhe me tëmthin. Pasi kemi bërë një eko dhe kemi konstatuar diçka në tëmth, është mirë që të bëhet edhe një gjak komplet për të parë shkallën e inflamacionit dhe së dyti kalojmë tek provat e mëlçisë, pra ALT, AST, bilurbina totale direkte e indirekte. Të gjitha këto së bashku me ekon na hedhin dritë mbi problematikën që është në organin tuaj lidhur me llumin biliar dhe me gurët në tëmth. Atëhere, mbas kësaj ekoje, juve duhet që të mirëni kontakt me një mjek për të ndjekur rrugën nga duhet të ecim dhe çfarë ushqimesh dhe çfarë produktesh duhet të konsumojmë dhe çfarë jo. Hapat që duhet të ndjekim. Jo të gjitha rastet e llumit biliar dhe të gurëve në tëmth duhet të përfundojnë në sallën e operacionit. Dhe këtë neve e themi edhe fal përvojës tonë. Pra, duke përmirësuar atë cilësinë e atij llumit biliar dhe të kriprave biliare, duke përdorur këto bimë që neve shikojmë këtu në ekran, pra duke filluar që nga lule akja, që nga rigoni që duhet të shtohet në gjellë, që nga gjethet e radhiqes dhe të qikores, ne fillojmë që të ndryshojmë me vërtet cilësinë e jetës duke u bërë një ndihmues në shkrirjen e gurëve në tëmth. Pra, nëse ne përdorim nga këto bimët, qoftë si çajra, qoftë si sallata të njoma, pak të zira, me pak limon, atëherë ne fillojmë të përmirësojmë cilësinë e bilës.
që do të thotë ndihmojmë në shkrirjen pak e nga pak të gurëve në tëmth. E theksojmë edhe një herë këtë. Nuk bëhet coptim i gurit, po shkrirje në mënyrë të ngadalt, tamam sikur një copë akulli e nxjerrim në diell dhe e lëm të shkrijë. Këtë duhet ta theksojmë edhe një herë që kur fillon procesi i tretjes së gurëve në tëmth, nuk mendojmë se do të ndodhi ndonjë hata në organizëm, se gjasme mund të bllokohet kanali ai kolektori i shkarkimit të pankreasit e kështu me radhë. Asgjë nuk ndodh. Ajo del në formë në një llumi 1, 2 deri në 3 milimetra, e ndërkohë kur kanali i tëmthit është nga 3, 4 deri në 6 milimetra. Atëherë, çfarë duhet të bëjmë më tej? Le ta fillojmë ditën për së mbari me një gotë ujë, ku hedhim në të uthull molle një lugë gjelle, e tresim, e përziejmë dhe e pim. Mund që në këtë uthull molle të shtojmë ndoshta edhe pak lëng limoni. Kjo është gota e parë. Së dyti, marrim një pako me çajin e bimës Kolestomer. E ziejmë në 2 litra ujë. Nëse kemi edhe kolesterolin e lartë, mund të shtojmë ndonjë lule murrizi ose frut murrizi, dhe ndoshta nëse kemi edhe oksalate të kalciumit në përveshka, mund të shtojmë edhe pak fier guri dhe bishta qershie. Nëse do t'i shtojmë këto bim, atëherë këtu duhet të shtojmë ujë, pra nga 2 litra mund ta bëjmë 2.5 litra ujë. Pim ujin me uthullën e mollës, pas 5 minutash pim çajin Kolecistomer. Konsumohet mëngjesi dhe në mëngjes shtohet një lugë çaji me atë farën e gjëmbit të gomarit, përmban atë si limarinën, si lëndë më aktive, dhe kjo na ndihmon më së miri në përmirësimin e funksionit të mëlçisë dhe rrjedhimisht edhe në përmirësimin e cilësisë së llumit biliar. Shtojmë në drek një lugë çaj me rigon në pjatën e gjellës, pim përsëri, shtojmë në drek një lugë çaj rigon në pjatën e gjellës dhe një lugë gjelle me uthullën e mollës. Dhe njëkohësisht, pas buke ose edhe para buke, pim çajin Kolecistomer, një gotë. Darka mund të jetë e shoqëruar me konsumimin e 2 frutave të mollëve jeshile, çajin Kolecistomer dhe një darkë e lehtë. Nëse do ta ndjekim me përparësi këtë trajtim të shoqëruar edhe me produktet ushqimore, siç janë perimet, si lakra kokë, çikoria, radhiqa, qumshtoria, hithra, lëpjeta e kështu me radhë, do të vëmë re që gurët në kolecist do të fillojnë, do të zvogëlohen në mënyrë të përshkallëzuar. Mundet që të kemi ndonjëherë dhimbje të forta, të cilat mund të zgjasin deri në 2 orë. Kjo dhimbje mund që të jetë e pranueshme, pasi ne theksuam që ajo si dardhë e përmbysur, pra qesja e tëmthit, ka atë kanalin e saj. Të gjitha këto guriçkat që do të kalojnë në kanal, kur nuk do të kalojnë pa u prekur në paretet anësore të tyre dhe mundet që të japin dhimbje. Atëherë, çfarë mund të bëjmë? Marrim një borset me ujë të nxehtë, e vendosim në krahun e djathtë këtu ku është dhimbja, e mbajmë afërsisht 30 minuta, e ndërrojmë këtë, vendosim përsëri një borset tjetër me ujë të nxehtë, ose nëse kemi një vask, futemi në vask me ujin e nxehtë. Do të vëmë re që kjo e ngrota jo vetëm më qetëson këto dhimbjet në mënyrë të padiskutuar, por fillon që të mazgjeroj pak atë kanalin biliar dhe lehtësohet në këtë mënyrë zbritja e atyre guriçkave nga qesja e tëmthit në pjesën e duodenit, që harrim në atë qëllimin final të pastrojmë tëmthin. Disa njerëz kanë provuar edhe atë kripën e sodës kripën farmaceutike që mund ta pinë, por unë do t'ua rekomandoja nëse e pinë atë, mundet ta përdorin pas 45 ditësh si t'i kenë zvogëluar ato gurët me përdorimin e uthullës së mollës, të gjembit gomarit dhe të çajit Kolecistomer. Disa të tjerë e kanë provuar duke ngrënë afërsisht vetëm mollë të gjelbra, mollë jeshile,
në sasin 2 deri në 3 kg ditë dhe asgjë tjetër. Unë do t'ju rekomandoja në mënyrën më të lehtësuar përdorimi i uthullës së mollës, përdorimi i çajit për lecistomer, përdorimi i rigonit në gjell ju ndihmon më së miri në zvogëlimin e gurëve dhe në pastrimin plotësisht të tëmthit. Gjatë gjithë këtij trajtimi dhe në vazhdimsi do t'jetë shumë mirë që juve të mos përdorni shumë yndyrna në gjell. Pra, kur të mos ta kalojmë atë limitin deri në 3-4% yndyrna në pjatën e gjellës. Asnjëherë më tepër, pasi ato mund të bëhen shkas për dhimbje në pjesën e djathtë dhe njëkohësisht në çrregullimin e tretjes dhe të jashtëqitjes. Ky ishte emisioni për sot. Mirupafshim në emisionin e radhës tjetër.